Ndërsa po dilte nga tempulli, I tha njëri prej nxënësve të tij: Mësues, shih çfarë gurës e ndërtesa. Kurse Jezusi I tha: Apo I sheh këto godina mallështore, nuk do të mbes as gur mbi gur pa u rrëzuar. Fillimi I të vështirave. Kur mandej ul të rrijë në malin e Ullivëve, kundërrull tempullit, Pietri, Jakobi, Gjoni e Andreu e pyetën veçmas: Na trego kur do të ndodhin këto dhe cila do të jetë shenja se të gjitha këto do të vërtetohen. Atëherë Jezusi nisi t'u flasë: Venjani mendjen të mos ju gënjejnë kush, sepse do të vijë shumë njerëz në emrin tim e do t'ju thonë: Unë jam dhe do të gënjejnë shumë kënd. Por edhe kur të dëgjoni për luftra e për lajme luftrash, mos u shqetësoni. Këto duhet të ndodhin, por as atëherë ende nuk është mbarimi, sepse do të ngriten populli kundër popullit, mbreti kundër mbretërisë, do të ndodhin tërmete në vende të ndryshme e do të ketë uri. Kjo është nisma e vështirësive të tmerrshme, por ju kujdesoni veten, do t'ju dorëzojnë, gjyqeve do t'ju frushkullojnë, ndër sinagogë do t'ju qesin para qeveritarëve e para mbretërve për shkaktimin që të dëshmoni para tyre, por duhet t'u shpallet ungjilli I të gjithë popujve. Dhe kur t'ju çojnë për t'ju gjykuar, mos u shqetësoni që më parë se çka do të përgjigjeni, por flisni që t'ju jepet në atë çast, sepse nuk do të flisni ju, por Shpirti Shenjtë. Vllai do të dorëzojë vllain e vet në vdekje, e babai fëmijën e vet. Fëmijët do të çohen kundër prindërve dhe do t'i vrasin, dhe do t'ju urrejnë të gjithë për shkak të emrit tim. Ai që të qëndrojë deri në fund do të shëlbohet. Vështirësia e madhe. Kur të shihni tmerrimin e shkatërrimit se qëndrojnë atje ku zguxon të jetë kush lexon le ta marrë vesh. Atëherë ata që gjenden në Jude le të ikin në male, e ai që ndodhet në pullaz të mos zbresë, të mos hyjë në shtëpi të vet për të marrë ndonjë send, po edhe ai që të ndodhet në arë të mos kthehet mbrapa për të marrë mantilin e vet. Mirë gratë shtatzana ato me fëmijë për në gjinj në ato ditë. Lutuni që të mos bjerë në dimën, sepse në ato ditë do të jetë mjerim aq I madh sa që nuk e pa kurrë I tillë që nga zanafilla e krijesave që I krijoi hyj deri tani, dhe nuk do të jetë më kurrë. Dhe po të mos I kishte shkurtuar Zoti ato ditë, nuk do të shpëtonte njeri I gjallë, por për shkak të të zgjedhurve që ai I zgjodhi për vete I shkurtoi ato ditë. Nëse atëherë do t'ju thonë ndokush që Mesia është këtu ose është atje, mos besoni, sepse do të ngriten mesi të rrejshme e profet të rrejshëm, do të bëjnë shenja të çuditshme për të ngjashur në gabim. Nëse është e mundur të zgjedhurit, ju venjani mendjen vetes që ju paralajmërova të gjitha. Ardha e Birit të Njeriut.
por se në ato ditë pas aso vështirësie, dielli do të terratiset, hena nuk do të lëshoj dritën e vetë, yje do të bie nga prej qiellit, te trupat qiellor do të lëkunden. Atëherë do të shihni birin e njeriut duke ardhur mbi re me fuqi të madhe e me lavdi. Ai do të dërgoj engjëjt e vet e do të bashkoj të zgjellurit e vet nga 4 anët e botës, prej skajit të tokës deri në skaj të qiellit. Mësimi i shëmbulltyrës së fikut. Mësoni prej shëmbulltyrës së fikut, por sa i langëzohet gemat e qetë gjethet, e dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur të shihni se po ndodhin këto, dini se është afër e dera. Për një mend po ju them, nuk do të kaloj kjo brezëri pa u bërë të gjitha këto. Qielli e toka do të kalojnë e fjalët e mia nuk do të kalojnë. Dita dhe ora e panjohur. Sa për atë ditë e për atë orë s'din askush, as engjëjt në qiell, as biri, por vetëm Ati. Rrini me kujdes, rrini zgjuar, sepse nuk e dini kur do të vijë ai çast. Me të do të ndodhë si me atë njeri që duke u nisur për rrugë e la shtëpinë e vet dhe u la në kujdes shërbëtorëve, secili ja caktoi punën e vet, dërtarit i urdhëroi të rrijë zgjuar. Prandaj rrini zgjuar, sepse nuk e dini kur do të vijë i Zoti i shtëpisë, në mbrëmje a në mesnatë, kur këndojnë gjelat, apo në mëngjes, që nëse vjen pa prit mos ju gjej fjetur. Çka po ju them juve, u them të gjithëve, rrini zgjuar.